S'pari, po du mi falenderu të gjitha vajzat që kanë dhënë maksimumin. Mendoj që pjesën e parë nuk fillua mirë, filluan shumë dobet dhe ato gjëra që kemi punu stërvitje nuk u implementu në lojë, kështu që po aty na dënuan. Kështu që po mendoj që u rikthyem në fund, mendoj në fund qereku 2 minutat e fundit dhe derisa arritëm që ta barazojmë rezultatin, ta afrohemi në rezultat, pastaj fundi i lojës ishte një angazhim maksimal, por po mendoj që ndoshta kjo atmosfera, presioni pak ndikoi tek lojtarët të cilat hynë me presion në sidomos fillim të lojës. Tek loja e skuadrës kundërshtare, kur e kishte përcin, çka nuk funksiononte tek loja juaj? Mbrojtja nuk funksionoi, pasi që thash që ato gjëra që kemi bën stërvitje, aty ishte defekti, aty na dënojshin, pasi që kemi studiu mirë dhe kemi ditë saktë çka lum flamurtari, kështu që mendoj që ajo ishte pika feedbacku negativ që e morëm në sidomos në qerekun e parë ku i morëm 25 pikë, ku janë shumë. Tash në finale do të takoheni me rivalin e Superligës së basketbollit kosovar me Pensen. I kanë gjasa të barabarta 50-52 ekipet për ta fituar trofejnë e ligës unike? Po mendoj që finale është finale, gjasat normal që janë barabarta është vetëm një ndeshje. Do të mundohemi që sonte të relaksohemi, të analizojmë sa do pak ndeshjen e Penzës. Mendoj që nuk do të jetë vështirë sa kjo padosh me nënvlerësu ose diçka, por i dim pasi që kemi luajtur në kampionat, i kemi zhvilluar prej Superkupe 6 ndeshje dhe mendoj që i njohim mjaft mirë. Besoj që nesër nuk do të jetë kryp presion i cili ishte sot, sidomos në fillim të qerekut e parë, nesër mendoj që do të hyjmë ma ndryshe, do të qasim lojës ma ndryshe.